një politikan që merr guxim, në thonë për shkak të zgjedhjeve, dhe nuk është vizar ato që ka ndodhur, që në të sikur qytetarët të mendojnë institucionet nuk e dinë se si do të shkojnë zgjedhjet. Ata politikanë që nuk parashikojnë, nuk njohasin zhvillime politike, ata tani janë politikanë mahalla. E të riporatëve politike mahalla. Pasoja dhe kriza ka me vazhdu për ciklit atë që të pasë. Edhe krejt është bërimi është kur edhe javë. Kemi pa një ministë kur jetë dorëheqë, se kër ministë të rejqët destabilizohen, në atë normale. Emon një vend ku tash e sa muaj në jemi pa qeverisje. Dhe klima, qka e motivon biznesin është klima, siguria. Siguria e motivon biznesin me investu. Nëse s'ka siguri, nëse s'ka klim, biznesi ose amortizohet, hesht, ose largohet nga vendit. Dhe këtu ka pasoja. Që unë përshavisht ato që ta dy qëmin të gëmikët, dhe të shtrazuar, dhe të shumë që pëndodhë rrët nesh. Dhe prandaj edhe herë bëj apel të gjithë të forësat politike. Leni egot personale, uli, gjëni gjëne përbashkat, e jemi të ndërtojnë institucione për mes marrëveshjeve politike.